tana këta më kanë ndihmu. E kum krye që thojnë për një ditë krejt lejat i kum marrë. Dhe konë për mu që Do të thësh që ki kapacitet edhe fakultete shkollë me krye. Po dhe kam edhe për si shkollë për leje, për shembull më bo mësuse për lejen këta që e morën, edhe ato e kom kry. Po ato nuk e kom, edhe si më shku hala, mu më ka interesu veç autobusi dhe kamioni. Është knatësi. Shumë. Në fillim, o konë pak, po kur e punon një punë me gjithë qef, edhe ke po dëshirë që thojnë me orë deri të qaj cili që ty, do këtë se këtë buta është e jotja. Po fillim kum pat probleme, kum pat prej kolegëve. Paragjykime. Edhe në Gjermani ka paragjykime? Në Gjermani ka, po. Dhe ato ma shumë ka. Nga shqiptarët apo nga Gjermanët? Ja, nga Gjermanëve jo, se Gjermanët nuk i intereson. Ati intereson puna. Po. A prej shqiptarëve, po. Kum pat prej kolegëve. Cilat kanë qenë paragjykime? Gjykime, çka qysh, pse ti, aty në karrik ti ki punën në shpe në kuzhinë. Zbon gruja me... Zbon gruja me shku me punu që të punë, do të në shpe, në kuzhinë edhe me fëmi. Ato çdo ditë. Po me gjithatë nuk kanë ndikua, ti ke vazhdu punën edhe vazhdon... Më ka interesu i mbo dhe çdo ditë edhe me e fort i mbo. Një shofere me e fort. Po dhe jam krenare me qatë punë. Ti kisha menu për shemë të kisha thonë, ok, këta kanë me drejt, një femnes nuk i ta kanë kje punë, je femen, do të në shpi me nejt. Ama te e bon këtë punë shumë e qef, se unë e të shovë që qëtë TikTok ka vazhdimisht, dhe me thonë e shion vozitjen, edhe duke marrë parasysh një autobus me vozit është një përgjësi shumë e madhe, po ki komunikim, dhe me thonë, me njerëzit që udhtojnë vazhdimisht? Po, kam. Të ndihmon ai komunikimi? Po, shumë. Krijon shoqni? Shumë, edhe ato ku shkoj, për shemë të është se e kam punën edhe shkoj për shemë 10 ditë, jam me qëta njerëzit çdo ditë. I kam, që thujnë me çdo ditë me ta udhtoj. Një farforme si familje bëni. Po, kam kontakt edhe me ta, nuk ndërprind kontaktin. Njëherë për shemë ka orë puna, unë e kom vëzit, ku kanë ndesht ata, kom shku me ta, po kam kontakt me ta, që thujnë, kam shoqni, po me Gjerman. Po. Se këta të kuptojnë, ti din dhimt, e din thojnë kjo me... Me shqiptar? Me shqiptar është pak ma problem. Po ndështë është ma problem se dhe në momentin që nështë pini kafe dhe njeri tregon për historinë, për jetën, pastaj me njerë fillojnë paragjykimet. Paragjykimet, pse, qysh... E kuptoj. Edhe një është me keqe, që kjo është shalla ndryshon. Jo të është i të krejt. Po jënë dë njerëzi, tash për shemë unë jem një person se unë e respektoj kolegin, e respektoj një shok, një shoqe. Një koleg që kom punue me ta, unë e respektoj ku e sho, e përshëndes. Se bjen puna e pime dhe kafe, po pse ka njerëzi, e kanë një mendim këtë tjetër. Pse? Që kjo është dëshira me modhja të unë më ndryshue njerëzit, pse se ti tash ti e shen një femen me një moshkull, aja respekton e ka shok të punës. Tash do me thonë që e pim në një kafe. Pse njerëzit e morrin këtë ndryshe, edhe menojnë e qesin qatë përzon qatë femen poshtë, jalla ke vozit autobusin e kjo, e qesin e mënojnë e qesin qatë përzon poshtë, pse? E që kjo është me keqe, se do të më ndryshue, një femen të është që punon qatë punë, aja femen të është do me thonë ka një rrugë të keqe, është
Se po m'vjen keq edhe me përmend qatë emën, po njerëzit e këshit të binë edhe me përmend qatë fjallë. Ata me thonë tashone që po ziti autobusin, unë falë shprej jam lavira, qka? Pse? E kuptoj. Unë që thëjnë... Ajo qdo... Besoj që jetat ka bo shumë atë fort. Shumë. Sfidat e jetë. Edhe njerëzit e këshit më kanë bo mua edhe ma të fort edhe ma e fort. S'mu dërzu asë njëherë. Po, s'ko mu dërzu. Mënohen me më qitë poshtë, po, ju. Nuk mujnë kur. Edhe një, që thëjnë, unë e kom luftu e gjithë për vendin tem, edhe kom e luftu, që ta shte e kom vendosë, ka i teti muj, më këthym vendin teme, me jetu, se ato obligimet e mija i kom kryon atje. Për gjithmonë. Për gjithmonë, se nuk jam të mujtë ma me jetu atje. Çdo ditë peshty. Po, ndjenjat, zemra, nuk jam e raqme atje me jetu alo. Ballu bane 38 vite. Mirë se na vjen në Kosovë, ka nevoj Kosova për shoferët autobusave, kështu që besoj që me shikimin e emisionit, me njëherë kanë me fillu ofertat për punë. Do shta edhe para gushtit. Po, nashta edhe para gushtit, nuk dihet, nashta edhe ma heret. Unë edhe qëtash të kisha, po qëtash du të me shku atje me kry do obligimet dhe mu këthy. Po, një, kanë qef, nashta i sholla njerëzit edhe femnat, të motrat e mija e këto krejt, nashta unë kuptojnë, kam qef me mi thonë do fjallë për do vojza të reja, për motrat e mija, për që thujnë për krejt. Mos t'i bujnë do gabime që kanë më pëndu ma vonë, që kanë me thonë, o Zot, qka ku mbone, s'ka bo kërkuqe. Mos t'i bujnë do gabime që nuk shlyhen. Nuk shlyhen këto gabime, që une peqesa dhe une më veti, une ndoshta vjen dita se dhe une ja falin nonës gabimin, se ajo konë që ashtot, po ato dhimt e mija dhe ato vujtet e mija, i di veçone, edhe i lumi Zot, e që ta tham, inshallah, Zoti, që e ka femna që mos t'i bujnë be qëto gabime, në të menojnë, që... Një gabim fillimisht i vogël, po përfundimisht kushton shumë e jetë. Kushton shumë. Që thojnë, edhe kur të martohen, mos t'i bujnë do gabime, be në të menojnë njëre mirë si të thmija. Se vëlloj shtirë thmija, po jesin me traumë. Që thojnë, që une i kam të mitë, janë të martuar e krejt janë rrugë Zotit edhe inshallah gjithmonë i shoh që është të lumtur, po e kanë atë... Atë lëndimin për mrena. Mrena e kanë se e di që thojnë kanë po keq, e kemi po një jetë. Janë rrit me fjallë të këqija. Janë rrit. E kuptoj. Edhe janë rrit me fjallë të këqija dhe i kanë folë edhe që edhe qëtash janë të martune. I folin fjallë të këqija për nonë. Pse? Po besojnë këtë pjesë, ata tashmë janë të pjekun, të paktën bile fëmija do të me mbyllë këtë qashtje, se në momentin që dikush flet keq për nonën time, nuk besoj që qaj person nuk ka që atakohet ma me mu. Që ashtu të dhune me nëj, po në tashni nuk më i mi o thonë aty me që thojnë personalisht, po do shta vjen dita se halo janë pak, nuk janë edhe 3, po do shta vjen ajo ditë se kanë me menu, kanë me thonë, me kemi bu do gabime si i kemi ngu ata njerëzit që i kanë folët e fjallë këqija për nonë, po
Inshallah, qysh janë qëta është i shoh gjithmonë të lumtur, edhe ndoshta jo, ata e dinë se unë ju kom thonë këtymi se dëshira jeme është se nuk muj, unë më me nejt në Gjermani, të mu këthym vendin tem. Nashta dhe vjen ajo ditë që më besojnë edhe muë, kur të vinë ata në kohë teme si s'kan me mujt edhe ata me nejt atje kanë me ardhë, se dy djemon i kam se kanë linë në Kosovë. Po. Aja vendindja nuk është në Gjermani e timve, që thojnë edhe më besojnë. Po me që thatë, kur po kalojnë vitet edhe po shkollohen atje, një farforme për ndinë vetën si me qenë vendi tyre, fatkeqësisht. Po. Suzana, cili kishte me qenë këtë përfund mesazhi juaj për gjithë shikuesit tanë të cilët janë të shumët dhe e kanë dëgjuar rrëfimin tuaj? Po, dëshira më është që t'ju thëmë se mos ndodhë kërkon që kjo histori që kam ka ndodhë muë, inshallah kërkuj nuk i ndodhë, po e tash edhe me ndodhë, tash të mi këqynë ndoshta si jën konë mundësit, ose mu konë me pot një farë arsye si pse e lënë të miun jetim, ose pse ndodhen qëto punë. Dëshira me është që inshallah kërkuj nuk i ndodha dhe me kujdes, me këqyrë si mos me ndodh qëto, dhe një është dëshira e me modhja, si me respektu bë një feme, si e punon një punë, ajo punë është e rondë, është për mashi, po du të me respektu qatë feme, si kur e shese është në rrugë, që thojnë në rrugë drejt, ka luftue, është, që thojnë nuk o dërzue, me respektue, jo me mënu me shkelat femen, se është shumë keq, shumë djetë keq me një femen, se kur të njën që të fjallë të ronda, mënohen me shkel, inshallah që të ndryshohen pak njerëzit, se pëllojnë shumë keq. Faleminderit shumë edhe një herë.